Mirëdita të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të orës 16, fillimisht shënjom me titujt kryesor. Arrestohen 7 persona duke dërkuar në restorant, mes tyre Xhevdet Plaku, i aratisur në janar të këtij viti nga burgu italian. Makth në rrugë, sëmuri mendor sfidon policin dhe rrezikon njerëzit me makinë, kapet pas ndjekjes si në filma. Pas denoncimit të Berishës, zbulohen flet votimit të falsifikuara në Peqin në hetim pronari lokalit. Albin Kurti kërkon që vendi i tij të ketë statusin e kandidatit për BE, sipas tij Kosova është demokracia më e avancuar në Ballkan. Kosovë 20 dështime për konstituimin e kuvendit, opozita bllokon votimin për kryetarin. Netanyahu akuzon Macron, Starmer e Carney inkurajojnë Hamasin janë në anën e gabuar. Njemi tani më gjërësisht, 7 persona, ndërta 3 me rrezikshmëri të lartë shoqërore u arrestuan nga policia e Durrësit. Ndër personat e arrestuar është edhe Xhevdet Plaku, i cili u arratis nga burgu i Ankonës në Itali në janar të këtij viti. Të arrestuarit u kapën në një restorant në gjirin e Lalzit, ndërsa ju sekuestruan 4 pistoleta me fishek në fole, gati për qitje, si dhe shumë parash në lek dhe euro. Policia, barkas! Barkas til! Barkas! 7 persona me dystyre, 3 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore të shpallur në kërkim janë arrestuar në operacionin e fundit të policisë së Durrësit në një bar-restorant në zonën e gjirit të Lalsit një natë më parë. Policia e Durrësit bëri me dije se ka sekuestruar dhe një arsenal armësh të personave të arrestuar, të cilët kanë qenë të shpallur në kërkim brenda dhe jashtë vendit. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Ankonës në muajin janar këtij viti. Gjatë kontrollit këtij shtetasi u gjet një armë zjarri, pistolet me fishek në fole, gati për qitje. Floben Smeqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK për kryen e veprave penale, organizat kriminale, kryer veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi i mjeteve motorrike, kryer bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për kryer vrasje. Gjatë operacionit të koduar Enigma u vu në pranga edhe shtetasit Fatjon Qesja, Juger Xhani, Oltion Hasani dhe Alfred Hasanaj, të cilët akuzohen për armbajtje pa leje, moskallëzim krimi dhe përkraje autorit të krimit. Gjithashtu, policia sekuestroi 4 armë zjarri, pistolet me fishek në fole gati për qitje, shumë aparash në lek dhe euro, si dhe sende të tjera. Po, cilët janë personazhet e arrestuar gjatë aksionit të koduar Enigma që u zhvillua në gjirin e Lalzit, kronika e gazetares Klodiana Lala na njeh me detaje. Cilët janë personazhet e arrestuar gjatë aksionit të koduar Enigma që u zhvillua në Durrës? Më kryesori për të arrestuarve gjatë operacionit Enigma në Durrës është Xhevdet Plaku, alias Xhevdet Kis. 45 vjeçari ishte në kërkim nga Interpol Roma pasi gjykata e Breshjas kishte caktuar mas sigurie për të për akuzën e trafikut të drogës. Xhevdet Plaku ishte arratisur nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti dhe u prangos teksa darkonte në një restorant në gjirin e Lalzit me miqtë e tij, po të shumë kërkuar. I njohur me Nofkën Akili, ai akuzohet si drejtuesi një grupi kriminal shqiptar me bazë në Itali, që merrej me trafikimin e kokainës nga Holanda dhe Belgjika. Grupi i tij kriminal thuhet se i ndante pakut e drogës në bazë të cilësisë. Cilësi e cila dallonte edhe emërtimet ku kokaina më e pastër ishte Hermes dhe më pas Lacoste, G4, Rolls-Royce dhe Playboy. Në Shqipëri, ai ishte në përplasje me Recep Rapin, i njohur si Kepa Rapi, i cili bashkë me nipin e tij tentoi ta vriste pasi e dyshonte për ekzekutimin e vëllait të tij, Sali Rapi, në vitin 2000. Xhevdet Plaku ishte planifikuar të vritej në derën e drejtorisë së policisë së Durrësit, ku e kishte shoqëruar qëllimisht për ta nxjerrë në prit oficeri i policisë Dedan Gjoni, aktualisht nën arrest. Floben Smeqja, alias Gega alias Drini, 43 vjeç, i shumë kërkuar nga SPAK, ndodhej në shoqërinë e Plakut. Ai pranoi shumën për
prej 5 milion eurosh nga kreu i organizatës kriminale Çopja, Franc Çopja, që të ekzekutonte kundërshtarin e tij, Erion Alibej, i njohur si Krymi. Franc Çopja ofronte deri në 5 milion euro për kokën e Erion Alibej, ndërsa nga 1 milion euro për vrasjen e shtetasve Arjan Spahiu, Aldo Baho, Ilir Loshi, lidhje të ngushta të kreut të grupit. Gjatë një bisede në Sky ECC, Floben Smeqja bisedon me Franc Çopjan. Më thuaj pak a shumë ku rreh pazari, se unë nuk jam vetëm, pyet Flobensi, 5 milion euro, i përgjigjet Franc Çopja. Ti dashke me në nxjerr në pension, i shkruan Meqja. Klani kriminal nuk e vrau dot Krymin, pasi ai u arrestua, ndërsa organizata e drejtuar nga vëllezërit France Hajdar Çopja u godit në 2024. Voltan Xhani, 39 vjeç, rezident në Holandë, ishte shpallur në kërkim për krijimin e kushteve për të kryer vrasjen e Elis Roshkodolit në Shkodër. Makina që u përdor nga ekzekutorët u gjet në servisin e Xhanit, në prangara dhe vëllai i tij, Juger Xhani. Të dy dyshohen të jenë të implikuar edhe në krime të tjera, ndërsa dyshohen për trafik droge. Qytetarët në Tiranë janë bërë dëshmitar të një skene si në filmat aksion, pasi policia ndoqi për disa minuta një person me një makinë tip Land Rover që kërcënonte me një armë lodër dhe përplasi disa makina policie, duke rrezikuar edhe jetën e këmbësorëve në rrugë. 42 vjeçari me probleme të shëndetit mendor ishte larguar posot nga ambientet e spitalit. Një skenë si në filma aksion është regjistruar këtë të premte në Tiranë. Një 40 vjeçar me probleme të shëndetit mendor terrorizoi qytetarët duke ecur me shpejtësi me një automjet tip Land Rover. Jo vetëm kaq, por 40 vjeçari përplasi disa automjete të policisë. Incidenti pazakont ka nisur në mëngjes në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku shtetasi Enis Vrapi, në tentativë për t'u arratisur, ka rrezikuar jetën e punonjësve të policisë dhe ka sulmuar një mjeke me një armë lodër. Rreth orës 9 të së premtes, Enis Vrapi, një person me precedent të mëparshëm dhe i njohur për probleme të shëndetit mendor, ka qelluar në këmbë me pistolet lodër gogla plastike, një mjekë në QSUT. Pas veprimit të dhunshëm, ai është larguar me automjetin e tij. Menjëherë pas sinjalizimit, forcat e policisë kanë ndërhyrë dhe janë vënë në ndjekje të tij. Gjatë largimit me makinë, Vrapi ka përplasur 3 automjete të policisë, duke rrezikuar seriozisht jetën e efektivëve, 2 prej të cilëve janë lënduar lehtë. Pamjet e momentit të arrestimit janë siguruar ekskluzivisht nga News 24, ku bie në sy momenti kur një e moshuar kap të arrestuarin për flokësh. Më vonë burime nga grupi hetimor konfirmuan se gruaja në fjalë ishte nëna e Enis Vrapit, e cila ishte e pranishme në vendngjarje. Burime konfidenciale po ashtu raportojnë se një nga efektivet femra që ka marrë pjesë në ndalimin e 42 vjeçarit ishte shtatzën, duke rrezikuar edhe më shumë nga sjellja e tij agresive. Nga vendngjarja, policia ka sekuestruar armën lodër me të cilën po krye sulmi që, siç duket nga pamjet, ndodhet në xhamin e parë të mjetit Land Rover të Enis Vrapit. Enis Vrapi ishte arrestuar dhe 12 ditë më parë në banesën e tij në rrugën Fortuzi, pas raportimeve për zhurma dhe prishje të rendit publik. Në atë rast, ai kishte qelluar me një armë lodër që prodhonte zhurmë të ngjashme me një armë zjarri të vërtetë. Pas ndërhyrjes së policisë, ai ishte dërguar në spitalin numër 5 për vlerësim mjekësor, ku qëndroi deri mëngjesin e kësaj të premteje. Me të tjera informacione, policia e Elbasanit ka ushtruar kontrole në lokalin e kryeplakut të fshatit Pekisht në Peqin, duke zbuluar flet votimit të falsifikuara si dhe listën emërore të zgjedhësve. Kontrolli erdhi pas denoncimit të kreut të PD Sali Berisha, sipas të cilit pronari lokali Dervish Beqiri ka qenë vëzhgues në zgjedhje. Pas denoncimit të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, policia e Elbasanit ka ushtruar kontrole në lokalin e kryeplakut të fshatit Pekisht në Peqin, Dervish Beqiri, ku u gjetën 10 fletë ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara, të dyshuara të falsifikuara, si dhe një listë emërore e zgjedhësve. Gjithashtu policia sekuestroi portofolin me 280.000 lekë të Dervish Beqirit, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën një pushkë vjetër trofe dhe një pistolet zhurmuese sportive.
Sipas kreut të Partisë Demokratike, lokali kryeplaku të fshatit Pekisht funksiononte si bazë patronazhistësh, me dyshimet se ndaheshin para në këmbim të votës. Dervish Beqiri rezulton se ka qenë edhe vëzhgues në zgjedhje, ndërsa ka qenë vetë kandidati i Partisë Demokratike në këtë qark, Bledi Himçi, i cili ka gjetur materialet zgjedhore në këtë lokal, mes të tjerave edhe flet votimi. Dervish Beqiri akuzohet për falsifikim të materialeve zgjedhore dhe rezultateve të zgjedhjeve, si dhe për armbajtje pa leje. Kreu i PD Sali Berisha vion akuzat e tij sipas të cilave 11 maj ishte një fars. Sipas Berishës, krimi organizuar punoi për 28 deputet të Partisë Socialiste. Berisha kërkon qeveri teknike dhe zgjedhje të parakoshme. Sali Berisha i quan fars zgjedhjet e 11 maj, duke u shprehur se krimi organizuar punoi për 28 deputet të PS-s. Bota e krimit në këto zgjedhje ishte më zyrtare se kur. Ajo veproi në ombrellën e prokurorisë dhe politikës. Bandat në qytetet e mëdha të vendit arritën të fusin parlament, të punojnë për 28 deputet. Kampione është natyrisht Sara Mile, kampione është Alken Balla, kampione është Ani Dyrmishi, kampione është Blendi Xhabafti, Zeqineja, Maja Thans, Arben Qimja, kishte detyrë t'i siguronte vota. Shefi i Selis Blu thekson se me një qeveri të tillë që përdor shtetin dhe krimin përballë opozitës, zgjedhjet nuk mund të fitohen. Farsa nuk fitohet nga opozita. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dhanon dot qeverinë që të falë 200 milionë euro gjoba. Çfarë do që të bëjë opozita? Opozita nuk e dhanon dot qeverinë që të bëjë dhurat 100 euro për 760.000 pensionistë. Opozita nuk mund të arrestoj as Elvis Doçin, as Suel Çela. Edi Rama i ka dhënë pojës me qera kundër këtij tarife portin e Durrësit. Ka 3 vjet që aty nuk kapet një gram kokainë, sepse është mall për kryeministrit. Kreu i PD-s i kthehet idesë se qeveria teknike dhe zgjedhjet e parakoshme mund të zhbllokojnë situatën. Rruga e vetme është qeveri teknike dhe zgjedhje të lira, sepse me Edi Rama nuk ka vetëm fars dhe nuk ka zgjedhje. Ish kryeministri akuzoi partitë e reja se mos pranimi i krijimit të koalicioneve favorizoi Edi Ramën për të marrë 83 mandate. Këto forca që thoni ju, të marras bashkë, të morën deputet sa ato mdoshi. E çfarë shërbëj kjo? Nuk shërbëj kjo për të heqë opozicë të paktën 8 deputet. Ju keni deklaruar disa herë në fakt që tashmë nuk keni më një politikan, por një misionar. Kur i mbaron mandati, misioni që ju keni nisur sipas statutit Partisë Demokratike? Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Partia Demokratike këmbgul në kërkesën për marrjen e informacioneve mbi procesin e shpërndarjes së zarfeve me fletët e votimit tek shqiptarët e diasporës që votuan më 11 maj. Kërkesë që sipas opozitës është thelbësore në procesin e ankimimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi garantoi se kjo e drejtë nuk do të cënohet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi miratoi tabelet përmbledhëse për rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit në qarqet Vlorë, Fier, Lezhë dhe Gjirokastër. Mirë po përfaqësuesi ligjor i koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka kërkuar zyrtarisht të vijë në dispozicion të dhënat konkrete mbi procesin e shpërndarjeve të zarfeve të fletëve të votimit tek shqiptarët e diasporës nga operatori i shërbimit postar. Franci Nuri theksoi se çdo vonesë në plotësimin e kërkesës do të ndikonte në procesin ankimues që do të përcjellë subjekti politik që përfaqëson. Besoj e mirë kuptoni, ka të bëjë me afatet e ankimimeve që nisin nga momenti i shpalljes apo miratimit të tabelave nga ana juaj. Dhe ne si subjekt cënohemi në drejtën tonë të ankimit efektiv, pastaj nëse nuk na vjen në dispozicion të plota këto prova që ne gjykojmë thelbësore për këtë proces. Kryekomisioneri Celibashi poi rëndësinë e dokumentacionit të kërkuar nga opozita. Është e sigurt që e drejta juaj për ta prezantuar ankimin nuk do të cënohet dhe kjo është përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëse nuk do t'ju vendosin në dispozicion gjithë dokumentacionin e kërkuar, po besoj kjo nuk do të jetë rasti. Asgjë nuk do ta cënoj qoftë nga pikpamja formale procedurale të drejtën tuaj për ankim. Përndryshe është përgjegjësi komplete e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri këtë të premte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar tabelat përmbledhëse për 9 qarqe. Të fundit që pritet të kalojnë gjatë ditëve në vijim janë ato të qarqeve Tiranë, Elbasan dhe Durrës.
Mediat në Australi kanë publikuar një artikull në të cilin thuhet se aktori i njohur Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij Belina Pupa akuzohen në Australi për kultivim të kanabisit dhe ndërhyrje të palishme në furnizimin me energji elektrike. Mediat në Australi kanë publikuar një lajm që lidhet me bashkëshorten e aktorit të njohur Elvis Pupa, e cila sipas informacioneve është duke u përballur me drejtsinë australiane. Gazetari Charles Dedz ka publikuar lajmin në median The Advertiser, ku thuhet se terapistja Belina Pupa, një nga influencerët më me ndikim në rrjetet sociale, po përballet me drejtsinë pasi akuzohet për kultivim të kanabisit dhe ndërhyrje të palishme në furnizimin me energji elektrike. Sipas të njëjtave burime, mësohet se dhe bashkëshorti i saj Elvis Pupa është shpallur në kërkim. Kultivimi i bimëve narkotike dyshohet të ketë ndodhur në periudhën 1 janar-4 prill 2025 në një pronë në Escott Park, ku janë zbuluar 43 bimë kanabisi. Sipas artikullit, avokati i Belina Pupës ka kërkuar një masë më të lehtë sigurie atë të lirimit me kusht, me argumentin se klientja e tij ka një biznes ndërkombëtar dhe duhet të udhëtojë drejt Shqipërisë për qëllime pune. Zonja Pupa është punonjëse sociale dhe terapiste me një biznes ndërkombëtar. Ajo punon me klient në të gjithë botën, kryesisht me përjardhje shqiptare, ka thënë avokati. Gazetari Charles Dedz shkruan se kërkesa është pranuar nga gjyqtarja e çështjes, e cila la Belina Pupën me lirim me kusht dhe pritet të paraqitet sërish në gjykat javën e ardhshme. Nga ana tjetër, vetë aktori Elvis Pupa vijon të jetë aktiv në rrjetet sociale. Postimi i tij i fundit ka qenë një ditë më parë, ku shihet krah një këngëtari shqiptar i pashqetësuar lidhur me atë çfarë shkruhet në mediat australiane. I pyetur nga News 24 lidhur me lajmin, aktori Elvis Pupa sugjeron t'i referohemi dhe t'i lexojmë artikujt e plot në mediat e huaja. Pas ekzekutimit të një 41 vjeçari shqiptar në rafinat e Athinës, policia greke ka arrestuar autorin e dyshuar, 49 vjeçarin Mikel Selimaj nga Vlora. Mediat greke shkruajnë se Selimaj u gjet në një shtëpi në Glykanera. Policia kontrolloi dhe i gjeti makinën në të cilën ndodhi krimi, brenda së cilës u gjetë njolla gjaku dhe një gëzhoj. Altina Rapaj, 41 vjeç, u qellua me plumë në kokë pra një vreshti në zonën bregdetare të Rafinës në Athinë. Sipas mediave greke, pasi është qelluar me armëzjarri, Rapaj ka arritur të telefonojë bashkëshorten, duke i treguar se kush e kishte qelluar. Si autori, ashtu edhe viktima kanë pasur precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve. Pista kryesore e timeve është ajo e larjes së hesapeve. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në edicionin informativ. Rikthehemi për të vijuar me të tjera informacione. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti kërkoi që Bashkimi Evropian t'i jap Kosovës statusin e vendit kandidat. Gjatë një takimi me shefen e diplomacisë evropiane Kaja Kallas, e cila vizitoi Prishtinën, Kurti theksoi se Kosova është demokracia më e avancuar e Ballkanit Perëndimor. Kallas deklaroi se Kosova i përket Europës, por nuk ka rrugë të shkurtër drejt antarësimit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti përshëndeti nisjen e heqjes së masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, teksa bëri thirrje që ato të hiqen plotësisht. Kurti deklaroi gjatë një takimi me shefen e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, të cilën e takoi në Prishtinë mbrëmjen e 22 majit, se Kosova duhet të marrë statusin kandidat si demokracia më e avancuar e Ballkanit Perëndimor, bën të ditur një komunikat nga zyra e kryeministrit. Kosovo belongs to the European family. Kallas theksoi se Kosova i përket familjes europiane, por nuk ka rrugë të shkurtër drejt antarësimit në BE. Ajo theksoi se përparimi mund të arrihet vetëm përmes reformave të vazhdueshme. Në takimin Kurti Kallas u diskutua për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-s, agjendën e reformave europiane dhe planin e arritjes, thuhet në njoftim. Sipas kryeministrisë, shefi në detyrë i ekzekutivit kosovar theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes për normalizim raportesh mes Kosovës dhe Serbisë, që njihet si marrëveshja e Ohrit, ndërsa bëri thirrje që Serbia të mbahet përgjegjëse për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës dhe që Milan Radojčić, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin që la të vrarë një policë kosovar, t'i dorëzohet Kosovës.
Në përfundim të vizitës së saj në Kosovë të premten, shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas vizitoi edhe Mitrovicën e Veriut. Zyrtarja e lartë evropiane tha se forcat ndërkombëtare ofrojnë një pasqyrë të qartë dhe reale të situatës në terren, për të cilën njëra palë thot një gjë, ndërsa pala tjetër diçka tjetër. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas në përfundim të vizitës së saj në Kosovë të premten, vizitoi edhe Mitrovicën e Veriut, ku ndal në zyrën e Euleksit dhe u takua me përfaqësues të arsimit dhe sistemit të drejtësisë. Në një deklaratë të shkurtër për mediat në Mitrovicën e Veriut, Kallas tha se ishte rëndësishme shkuarja në pjesën veriore të Kosovës, sepse atje dëgjohen narrativa të ndryshme. A safe and prosperous Kosovo is essential for the broader European security. Është e rëndësishme të dëshmojmë vetë se çfarë po ndodh në terren dhe çfarë thon njerëzit. Vizitova gjykatën që funksionon dhe që po pret kthimin e gjyqtarëve serb. Gjithashtu u takova me përfaqësues të shkollave këtu për të kuptuar më mirë situatën, për të biseduar me qytetarët dhe për të parë me sytë e mi se çfarë ndodh në këtë pjesë. Në një postim në Instagram të shoqëruar me video nga takimi në gjykatë, Kallas shkroi se Bashkimi Evropian mbetet i mendimit se kthimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit serb të Kosovës është thelbësor për drejtësinë, stabilitetin dhe bashkëjetesën shumë etnike. Në Mitrovicën e Veriut, Kallas shtoi gjithashtu se forcat ndërkombëtare ofrojnë një pasqyrë të qartë dhe reale të situatës në terren, për të cilën njëra palë thot një gjë, ndërsa pala tjetër diçka tjetër. Është thelbësore të flitet me njerëzit në terren për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë që ardhmja të jetë e sigurt dhe e begat për të gjithë në Kosovë, theksoi ajo. Ka dështuar edhe përpjekja e 20 për konstituim të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Fillimisht grupet parlamentare refuzuan të propozojnë emrat për formimin e një komisioni për votim të fshehtë. Lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve këmbguli sërish që zgjedhja e kryeparlamentarit të bëhet përmes votimit të fshehtë. Megjithatë, kjo nismë nuk ka gjetur përkrahje nga partitë opozitare. PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar asnjë antar për komisionin që do të mundësonte votimin e fshehtë. Në momentin kur kjo çështje u hodh në votim, këto parti zgjodhen të mos marrin pjesë në procesin e votimit. Seanca e radhës do të mbahet më 25 maj në orën 11. Gjojmë informacionet nga bota. Benjamin Netanyahu akuzoi kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney për inkurajimin e Hamasit. I them presidentit Macron, kryeministrit Carney dhe kryeministrit Starmer kur vrasësit masiv, përdunuesit, vrasësit e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falenderojnë, jeni në anën e gabuar të drejtësisë, deklaroi Netanyahu. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu akuzoi kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney për inkurajimin e Hamasit, pasi ata bën thirrje për ndalimin e ofensivës ushtarake të Izraelit dhe për t'i dhënë fund kufizimeve të ndihmës humanitare në Gaza. Përmes një postimi në rrjetin social X të njëjtën në mbrëmje, kryeministri izraelit tha se Hamasi donte të shkatërronte shtetin hebre dhe të shkatërronte popullin hebre. I could never understand how this simple truth. Nuk mund ta kuptoja kurrë se si kjo e vërtetë e thjeshtë u shpoton udhëheqësve të Francës, Britanisë, Kanadas dhe të tjerëve, tha Netanyahu. I them presidentit Macron, kryeministrit Carney dhe kryeministrit Starmer kur vrasësit masiv, përdhunuesit, vrasësit e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falenderojnë, jeni në anën e gabuar të drejtësisë, deklaroi Netanyahu. Kryeministri izraelit tha se veprimet e udhëheqësve nuk po përparonin paqen, por po inkurajonin Hamasin të vazhdonte luftën përgjithmonë. Më herët këtë javë, udhëheqësit e Mbretërisë së Bashkuar Francës dhe Kanadas dënuan veprimet e shëmtuara të qeverisë izraelite në Gaza, duke paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët do të ndërmerrnin veprime konkrete nëse Netanyahu nuk ndryshon kurs. Në Durrës u zhvillua edicioni 28 i Festivalit Ndërkombëtar të Valleve dhe Lojrave Popullore Luajmë dhe Vallëzojmë, ku morën pjesë 280 fëmijë nga Shqipëria, vendet e rajonit dhe Evropës. Kupën e festivalit e fitoi grupi nga Prishtina, ndërsa fëmijëve ukrainas u shkoi çmimi special i juris.
Për 2 ditë me radhë në Durrës u zhvillua edicioni 28 i Festivalit Ndërkombëtar të Valleve dhe Lojrave Popullore, Luajmë dhe Vallëzojmë, ku morën pjesë 280 fëmijë nga Shqipëria, vendet e rajonit dhe Evropës. Të veshur me kostume tradicionale, fëmijët sollën një pjesë të traditave të vendeve dhe trevave nga vinin, si Ukraina, Polonia, Malizi, Turqia, Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Jam shumë e lumtur që i bashkohem sërish këtij festivali, ku çdo vit numri i grupeve pjesëmarrëse po rritet. Ne vim nga Turqia dhe na pëlqen shumë që ndodhemi këtu. Eğlenceli ortam var. Nuk është hera parë që ne vijmë në këtë festival. Valle motive nga Kosova, me lojra popullore edhe me valle festive. Nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. Është hera e parë. Po, është hera e parë. Kjo pjesëmarrje duket shumë e bukur dhe mendojmë që të kemi shumë suksese. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Durrës, Alda Zdyferi, tha se përveç pjesëmarrjes në festival, fëmijët do të njihen edhe me pika turistike të qytetit bregdetar. Gjithsej janë 12 grupe të cilët përfaqësojnë jo vetëm me valle, por me lojra popullore, kulturën e tyre. Sot kemi dhe ekspozitën turizmën në qytetin tonë, përveç aktivitetit të festivalit, gjithashtu dhe gatime nga secila shkollë ka marrë përsipër të mirëpresin një prej grupeve me gatime tradicionale shqiptare. Kupën e festivalit e mori grupi nga Prishtina, ndërsa fëmijëve ukrainas u shkoi çmimi special i juris. Qyteti jugor në Irak, Basra, i njohur dikur si Venecia e botës arabe, po përballet me një realitet ndryshe. Vite të tëra neglizhencë kanë shkatëruar lumenjtë e tij, të cilët janë pushtuar nga ndotja. I njohur dikur si Venecia e botës arabe, qyteti jugor irakian i Basrës tani po përballet me një realitet ndryshe. Vite të tëra neglizhencë e kanë shndruar lumenjtë e tij në lumenj të ndenjur dhe të mbytur nga ndotja. Këta lumenj ishin të bukur me ujë të freskët, tha një qytetar i Basrës, Hashem Allaebi, ndërsa qëndronte pranë lumit Ashar. Por kohët e fundit këta lumenj ndryshuan për fat të keq, theksoi ai. طبعا هذه الأنهر بالستينات كانت فينيسيا العرب يطلقون عليها البصرة. Në vitet 1960, për shkak të këtyre lumenjve, njerëzit e quanin Basra në Venecia e botës arabe. Këta lumenj ishin të bukur me ujë të freskët, aq shumë sa njerëzit i lanin rrobat dhe enët në brigje. Ishte një vend shumë i bukur, por kohët e fundit, për shkak të shembjeve që ndodhen në disa nga lumenjt, ato për fat të keq ndryshuan. تغيرت هذه الأنهر للأسف. Zyrtarët thonë se zbulimi i naftës e zhvendosi ekonominë nga bujqësia në një ekonomi të bazuar në naftë, duke çuar në neglizhencën ndaj këtyre lumenjve. Dekadat e ndotjes, rënja e bujqësisë edhe mungesa e ujit në rrjedhën e sipërme kanë lënë gjurmë, duke bërë që shumë lumenj të thahen ose të mbushen me mbeturina. Shumë nga këta lumenj nuk ekzistojnë më, ata janë zhdukur, tha Majed Albrekan, drejtori i qendrës së trashëgimisë vizuale të Basrës. كنت أنا شخصيا أطيل التجوال حول ضفتيه. Shumë nga këta lumenj nuk ekzistojnë më, janë zhdukur. Arsyet për këtë përfshin shtrirjen urbane, rënjen e aktiviteteve bujqësore dhe fenomenin e përkeqësuar të ndotjes, veçanërisht gjatë 2 dekadave të fundit. Këta lumenj kishin një rëndësi të madhe për gjendjen shoqërore dhe ekonomike të qytetit, pasi ata u itnin tokat bujqësore. Basra, siç dihet mirë, ishte një qytet bujqësor para zbulimit të naftës dhe rritjes së industrisë së naftës. أتخذ مكانا على إحدى ضفتيه وأكتب هذا فردوس قائم بذاته. Zyrtarët e qytetit thonë se po bëjnë përpjekje për të ringjallur rrugët ujore dhe për të ripërdorur disa prej tyre si hapësira të gjelbra. Guvernatori i Basrës ka rikuperuar afërsisht 10% të lumenjve të dëmtuar, duke i transformuar në zonat më të mëdha të gjelbra në qytet. Tharat Hussein, ndihmësi kryetarit të Bashkisë së Basrës, ai shtoi se pjesa tjetër e lumenjve do të rehabilitohet dhe pastrohet.
Guvernatori i Basrës ka rikuperuar afërsisht 10% të lumejve të dëmtuar me qëllim që t'i transformoj ato në zonat më të mëdha të gjelbra në qytet. Këto përpjekje përfshin të gjitha pjesët e ndryshme, projektet e plota për zonat e gjelbra kanë bëritur në Bashkinë e Basrës dhe janë në proces shqyrtimi dhe miratimi. Këto do të jenë ndër projektet më të mira që të përfaqësojnë një fasad për qytetin e Basrës si një fasad bujqësore dhe me qëllim rritjen e hapësirave të gjelbra. Për banorët si poeti Taleb Abdelaziz, prishja është më shumë se sa mjedisore, është emocionale. باشرت محافظة البصرة الآن Bëja shëtitje të gjata duke bredhur në përbrigjet e lumit, duke thithur fladin që rrithte në për të, i hiezuar nga pemët që rrethonin ujin, kafenet që dikur ndodheshin pranë tij, ishin ndër vendet më të bukura. Nëse do të mund të isha atje tani, do të isha në një lloj parajse. Kur doja të shkruaja një poezi siç duhet të shkruhet, zgjidhja një vend në një nga brigjet e tij dhe shkruaja. Kjo ishte parajsa më vete. واجهة زراعية ولزيادة المساحات الخضراء. Shkojmë tani me një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në hapësirën opinion.